Ajo e epopes së rilindjes së Tiranës ka qenë një rrugë e një vështirësie që sot është zor të imagjinohet. Dhe që atëherë unë mësova me pahir se në këtë vend nuk hidhet dot një hap për të ecur përpara, pa u hapur një sherr për të kthyer mbrapa. Ashtu sikundër ajo rrugë më mësoi se shumica e heshtur është gjithnjë me hapin që hidhet përpara, asnjëherë me sherrin e zhurmshëm për të kthyer mbrapa. Dhe që atëherë më flet gjithmonë në vesh vazhdimisht Fajkonica, bëj durim se shqiptari e ka zakon që kundërshton përpara se të marrë vesh. Kur më pas morëm mandatin e asaj shumice për të rilindur Shqipërinë e zhytur në pislëk, në gropa, në borxhe, në cepin e përbuzjes dhe shpërfilljes ndërkombëtare, dy nga vendimet e para që morëm në tryezën e qeverisë tamam në ditën e betimit ishin vendosja e fotografisë së atit Shqipërisë Shtet, Ismail Qemalit, në vend fotografive të presidentëve që e vinin, si edhe ndalimi i importit të plerave. Me fjalë tjera, ne u përcaktuam edhe simbolikisht si një forcë në shërbim të misionit për t'i dhënë dinjitetin e humbur Shqipërisë dhe shtetit saj dhe u angazhuam konkretisht në një veprimtari të pandalur për të rivendosur ekuilibrin e humbur të njerëzve me Shqipërinë. Ndalimin e importit të plerave dhe heqjen e maleve të mbetjeve të grumbulluara kudo ku hidhe syt e pasuan mëtej edhe dy vendime tjera që u kontestuan nga i pakic e zhurmshme. Ndalimi i prerjes pyjeve për 10 vjet dhe ndalimi i gjuetis për 10 vjet. Dy moratoriume që kanë krijuar sot dy pamje krejt të ndryshme të Shqipërisë asaj kohe, kur në përpyje gjinkallat ishin zëvendësuar nga sharrat elektrike, ndërsa shpendët dhe kafshët shfaroseshin nga turizmi barbar i gjahtarëve të huaj, të cilët futeshin në vendin ton si tufa çakesh me dy këmbë për të bërë masakra që në Europë as nuk janë imagjinuar dot shekullin parë. Ishim ne që pastaj kryem regjistrimin në kadastër të 1.3 milion hektar pyje. Mbi mesataren e Bashkimit Evropian është kjo sasi. Ishim ne që përmes moratoriumeve 10 vjeçare të gjuetisë dhe pyjeve mundësuam disa fishimin e popullatës së shpendëve të egër, çka e tregon dhe censusi që bëhet çdo vit në mënyrë të rregullt. Flitet të kohë pa pushim, pa karar për zonat e mbrojtura. Kjo është gjë e mirë. Por çfarë nuk është as pak e mirë? Nuk është thjesht fakti që harrohet se ligjin e parë me standarde europiane të zonat mbrojtura e bëri qeveria e Partisë Socialiste në mandatin tonë të parë.